Një shoqëri patriarkale kemi qenë, tash po më thonë jemi në vitin 2026, për prap se prap, në aspektin psikologjik, femna është e dëmtume, prap. Pse nuk guxon ta lyp hisën tek babat e vëllezërit? Pse arsyeja është se nuk ka ma mikpritje tek vllau, si motër, si hall, si pa marrë parasysh. Na mujna me thonë se po thomi ligji krejt i parashe, ligji për pasuri për krejt, por konkretisht femnat nuk kanë drejt. Ndoshta drejt ligjore kam, por drejt ligjore po, por me praktiku atë drejt që ju takon. Fillon të familja, jo, është heq, unë mendon se na këtë ligj që kemi shkrujt, që është ligj, mund të heqësh dorë nga hisja, unë mendoj se është kjo një detyrë.